Ky moment ka shënuar fundin e rikonstruksionit të xhamisë së Plumit në Shkodër dhe rikthimin e saj tek besimtarët, por edhe vizitorit e shumë që nuk do të mungojnë. Për muftiun e Shkodrës, Imam Muhamet Sytari, është një ëndër që bëhet realitet. Teksa për kryebashkiakun Benet Beci, është një moment që na bën krenar të gjithëve pasi i kthen dinjitetin këtij objekti unik në gjithë Ballkanin. Ne jemi shumë mirënjohës presidentit Turkisë edhe të gjithë atyre që kanë punuar për këtë mirësi të madhe, që tashmë xhamia e Plumit del nga bataku i përmytjeve edhe nga bataku i neglizhencës shekullore, edhe merr një pamje të re edhe hyn në një erë të re që e man të lidhën me shpirtin shekullor të saj. Keni rikthyer në një vlerë, një diamant të çmuar, do thoja, të këtij qyteti, por edhe një vepër arkitekturore për cilën kemi qenë shumë krenar. Është zona historike e cila ne në këtë moment kemi bërë një projekt i cili e përfshin dhe kjo pjesë e projektit do të jetë një vlerë e shtuar e hyrjes Shkodrës, e zonës historike të Shkodrës. I pranishëm në ceremoninë e përurimit, ambasadori i Turqisë në Shqipëri, Tayyar Kagan Atay, ka vlerësuar investimin e realizuar nga qeveria turke, i cili vjen në vazhdën e bashkëpunimit mes dy qeverive. Xhamia Plumit është një nga monumentet e rëndësishme të arkitekturës osmane në Shqipëri. E ndërtuar në vitin 1773, ajo mori emrin Xhamia e Plumbit për shkak të mbulesës së saj me plumb, një element unik që i ka dhënë rezistencë dhe hieshi.